Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Dora dhe sapo kemi ardhur në qytetin e Bruges këtu në Belgjik. Kam ardhur me vllaun që më ka nga Shqipëria, me motrën dhe Ohemen që po thënë gjumë të karroca. Erdhëm me tren, mund ta dëgjoni nga zëri që jam pak e sepse jemi kthyer nga Budapesti dhe na ra një viroz që e kaloi Ohema, që është drejt fundit, tani më nuk ka temperaturë gjë tjetër, thjesht ka hundët. Dëgjoni shumë valigje sepse jemi te stacioni, po presim vllaun dhe motrën që kanë shkuar blen diçka te dyqani, edhe do shkojmë të eksplorojmë Bruges sot. Unë kam qenë këtu para 2 vitesh me shoqen time, Morgan, dhe thash me që ka ardhur vllau, pse jo mos dalim edhe ta shikojmë edhe kalojmë një ditë bukur, plus që ka edhe diell sot, çuditërisht, sepse ka ca ditë që po bën koha shumë e vrenjtur dhe kemi fat. Kam bërë një make-up në tren, sepse s'kisha kohë në shtëpi të them drejtën, edhe po, ka isha harruar emailin, por prap mirë jam veshur shumë thjesht, kam një pullover gri dhe një palë jeanse blu të errët dhe një palë atletike, një balencë sepse duhet jam rehat, se do eci shumë, plus që do mbaj ndoshta edhe Ohemën në kangur, kështu që më mirë me një balencë. Duket se këta mbaruan, edhe të shkojmë të eksplorojmë qytetin, inshallah Ohema flen, faktën që t'jemi pak rehat. Hello motra! Duhet t'luj edhe buzën si kisha harru, kështu që gati, vllau erdhi, edhe ikim! Dhe Ohema u zgjua nga gjumi, nuk zgjati shumë. Dhe normal që nuk i pëlqen shumë të rinë karrocë, vendi vet i preferuar është këtu tek kanguri. E kemi ngrënë atë kamomberin, unë dhe vllau, o zot sa e mirë, motra nuk deshi, por nuk e dim ka shiu shumë, thash mund ta bëj edhe te shtëpia vet, domethënë por që në shtëpi të ndjesha shumë keq se do e bëja. Por kemi prapuri, kështu që po marrim ca patate të skuqura. Ohema bëri një gjumë këtu te kanguri dhe tani shqyrzoti po ri pak në karrocë, në mënyrë që edhe ne të ham pak më qetë. Shohim sa të zgjasën pak. Ha mami? Ohemës do jap edhe asaj për të ngrënë, si ka marrë me vete drekën, i ka marrë fruta, edhe makarona, edhe kos. Në fakt, shohim cilën nga këto do ta preferoj, edhe pse këto ditë nuk ka ngrënë shumë, se ka qenë pak pa qetë, siç e thash, por unë ja kam marrë me vete. Kështu, shpresoj të jenë fritat patatet të skuqura të mira, se keni parasysh ku mezi prishin thani diçka dhe nëse nuk është ashtu e mirë, sikur e doni zhgënjeni. Këtë, po ju them. Pyetërisht Ohemës gjitha gjërat ja ka marrë roz sot, e bërë jo me dashe. Kjo është që na e dha e Dona dhurat me brojsin në Budapest. Ka marrë telefonin, librin roz, Ohema është veshur me roz, gjitha roz. Po shikon zoqt Ohema dhe po luan, po qesh me zoqt. Përshëndetje nga dita tjetër.
Jam në shtëpi, vllau ka ikur për Shqipëri sot në mëngjes dhe akoma kam zërin e ngjirur, se akoma më thënë kam hundur pak të zënë. Dhe ju thash, nuk e di nëse kam thënë, po sot kemi një photoshoot në orën 2:35, ora është 1:39. Na duhet dalim në orën 2, flokët I kam rregulluar shpejt e shpejt. S'kisha mundësi sepse Geri paradite ishte në futboll dhe isha vetëm me Ohemën dhe kemi parasysh nuk është akoma në 100% në Terezi dhe do të rri vetëm në krah. Domethënë ose ulur ngjitur me mua, edhe normal që nuk mund t'ja prishi. Nuk mund ta lej ashtu dhe kështu, domethënë bëra një dush flokëve se t'i kem në gjendje të mirë, edhe po bëj make-upin. Nuk e di, nuk kam një fondatin të mirë, kam atë të S Cosmetics, po është pak e errët tani për lëkurën time dhe po përdor këtë, por kjo nuk është shumë cover, domethënë nuk të mbulon, nuk është një fondatin mbuluese, kjo është thjesht një korreksion për fytyrën. Por hajt më, se besoj se në foto, zakonisht ka një efekt ato fotot që ta bëjnë pak lëkurën smooth, plus që e kam goxha mirë lëkurën, ato produktet e koreane, produktet e skincare koreane, më janë përshtatur goxha mirë me lëkurën dhe kam shumë mirë, them drejtën. Kështu që, janë erdhi Geri, do bëhet gati dhe shpejt e shpejt. Një make-up si kur e bëj unë çdo herë, thjesht do I theksoj pak, për shembull konturin do ta theksoj pak. Dhe kështu na iku dhe vllau, nesër është e hënë, pas nesër kemi një udhtim tjetër. Nga njëra anë dua të pushoj, domethënë se këto ditë kanë qenë intens nga Budapesti, erdhi vllau, Ohema ishte pa qef, s'kem pasur një moment ku kam thënë ok, ta shijoj shtëpinë, domethënë më shumë kjo, se lodhja fizike nuk është se ndjej të drejtën, por që thjesht tulem dhe të shijoj shtëpinë. Merrem pak edhe me YouTube-in, se e kam lënë pas dore, por besoj kuptoni me Instagramin jam marrë shumë dhe ju që më ndiqni në Instagram e keni vënë re që kam postuar gati çdo ditë. Kështu që po, të dyja s'u bëj dot. Edhe pse Instagram nuk është se fitoj asnjë të ardhur dhe mund ta vendos atë kohën këtu në YouTube në mënyrë që të marr, se këtu në YouTube paguash, por kam vendosur që të merrem me Instagramin se dua ta arris me të vërtet Instagramin. Kështu që deri tani ka shkuar mirë, edhe pse nuk I vendos person vetes sigurisht. Thjesht Instagrami është shumë më I shpejt se YouTube, por unë dua shumë YouTube-in të them drejtën dhe nuk di të zgjedh mes YouTube-it dhe Instagramit, pak e vështirë. Edhe këtu nuk pas kam bateri, hajde shumë bukur. Bëjmë konturin, Ohema po flen, kështu që edhe 10 minuta mund ta lej, se duhet vetëm ta veshim edhe të dalim. Në fakt duhet haj drejk, por po e marr me vete, se ndoshta pas fotoshootit ulemi diku edhe I japim për të ngrënë. Se kështu shpejt e shpejt edhe ajo nuk është rehat, më thënë ta e shpejt e shpejt. Kështu, të bëjmë kontur. Kjo furqja shumë e mirë, jo kam thënë. Shumë e mirë kjo, por jo ajo që e hapë fondatinën. Pasi ta mbaroj gjithë make-upin, se tani dukem shumë keq, por do ju tregoj edhe veshjet që kemi zgjedhur. Kam bërë edhe një reels në Instagram, kemi qëndruar tek tonet beige nude. Ju dini që unë për photoshoot zakonisht jam shumë e thjeshtë. Por edhe kjo nuk është se është egzageruar, por përmendoj nga këmbët të vendos një baltaka, të vesh një baltaka, por nuk e di nëse do e bëj apo jo. Jam akoma më dyshim. Se nuk e di, më duket vetëm se kur vesh taka më një herë dukem shumë egzageruar. Nuk e di nëse e keni edhe ju këtë. Mbase nga që nuk vesh shumë shpesh, nuk e di. Por që po, jemi në tonet beige, vetëm Geri ka një për pantallona kaf, por që qëndron tek beige. Nude, më saktë.
Shikoni pak outfitin e Ohemës, ju lutem. S'po ja tregoj fytyrën, por ka veshur këtë bluzën me këtë kështu. Unë doja pastroj mami se akoma që kam pasur se sa gjunga gjumi, këtë pantallona të bardha dhe çorape. Gjithashtu edhe mami. Përshëndetje, sot është një ditë fantastike, është ditë e hënë dhe ditë me diell. O zot, shumë shpesh e them, po ditët me diell këtu janë shumë rëndësishme për shëndetin mendor. Sidomos, domethënë kur je me fëmijë dhe del dhe ke diell dhe mund të ulesh këtu dhe të ndjesh këtë diell në fytyrë është gjëja më e mirë ever. Gjëja më e mirë që mund të shpresoj një mami. Kështu mora dhe një kafe, kombinimi perfekt, kafe, diell dhe bebi që fle. Mora karrocën me vete. Zuri gjumin në kangur, sepse nuk po rrinte në karrocë, edhe vendosa në karrocë tash qese më relax. Edhe s'po lëviz fare, kam ngel këtu e ulur që kjo të flejet paktën Ohema dhe t'jemi të pushuar. E hapa kamerën t'ju them që në fakt dje nuk filmova tek photoshooti, ishte pa mundur sepse kishim vetëm 20 minuta kohë për videot e gjëra dhe pastaj ishin klientat e tjerë, sepse brenda një ditës ishin mund të them ja 10 familje që kalonin, secili ka orarin e vet, plus ne ishim pak me vonesë. Kështu që thash, okay, por që na lishin Instagram, mezi për 5 fotot, na kanë bërë edhe video me telefon. Ishte super, më pëlqeu dekori, fiksi ku në Pinterest, i kishim bërë. Jo shumë i ngarkuar, me të vërtet shumë soft. Edhe ne ishim veshur shumë bukur tani. Më pëlqeu. Kjo është çështje shihesh. Dhe po, nesër kemi fluturimin për në, do ja them, të shkojmë në Barcelona. Isha me dy mendje në fakt në gjithë motrën, se do shkoj me motrën, kemi rezervuar që në nëntor këto biletat, por me që Ohema ka qenë smur, porim, do të thënë ishim a shkojmë, a mos shkojmë, edhe si po thonim do shkojmë, se Ohema është më mirë, po do vizë. Është pak më mirë, nuk ka temperaturë, okej, ka akoma hundët, se këto derisa kaloj gjithë kjo gjëja, do kaloj, por që pak nuk ka pasur temperaturë edhe po mendoj të shkoj. Tani do presim edhe pak, se nuk e di, dhe me thënë them, janë 2 ditë ato, por që prapë se prapë nuk du ta mundoj që se është pa qef, normal. Edhe ne ku jemi pa qef, s'kemi qef dalim, mas bëjmë asë gjë. Kështu që po, doja t'i tregoja këtë, do t'i tregoj sot si që do marrë vete, kësa herë nuk do marrë valigje, sepse më buda 5 marrë një valigje, do mendohem nëse do marrë karrocën apo jo. Në fakt karroca më shërben për vendosur gjërat aty, më lehtëson. Dhe në që se marrë, se kur thëm me bebin, me Ryanair, ke drejt marrësh një çantë për vete dhe një çantë për bebin. Kështu që po ta marrë një çantë shpinë dhe një çantë për Ohemën, më ndihmon shumë karroca. Plus kam edhe motrën. Mirë, por kjo nuk është karrocë udhëtimesh, është me 2 pjesë dhe unë nuk u bëra mbar të blej një karrocë udhëtimesh se nuk e dija cilën edhe ishin shpejt këto gjërat. Tani të shohim. Plus Ohema nuk është se ka qef shumë karrocë, maksimumi 30 minuta do rrin karrocë, pastaj do përfundojnë kangur, por që patjetër që do marr kangur me vete, kjo është normal. Do ju tregoj, do bëj gati çanta, do marr 2-3 ndresa për Ohemën, se tani e kam mësuar se si funksionon. I di gjërat i bëj shpejt, edhe vetë një 2-3 outfite, kështu. Tani unë vazhdoj të shijoj këtë diellin këtu në qetësi derisa të flej Ohema, edhe do shkojmë në shtëpi dhe t'ju tregoj ku të bëj valigjen ka. Përshëndetje, kemi ardhur në një fermë
Quhet Nerhof në flamanisht, për ju që tani këtu, është në Dilbeek dhe shikoni pak sa bukur është. Shikoni pak, është shumë bukur, ka vendosur disa klipe. Thamë që është ditë e diel dhe kemi nevojë për prodhime bio, do të thënë vezë, kos, edhe fruta pirime. Thamë po vim këtu e kemi pak larg ne se jemi në anë tjetër të Brukselit, por që pse jo, ja vlen. Edhe ka kafsh, ka plot aktivitete për fëmijët, për më të mëdhej se Ohema, sigurisht që mund të ecin dhe mund të lozin, dëgjoni zhurma sepse ka shumë fëmijë. Normal ditë e diell nuk bie shi dhe prindërit kanë ardhur këtu me fëmijët që ta kalojnë ditën e sotme. Kam marrë me vetë ushqimin e Ohemës dhe do ulemi diku. Geri shkoj t'i dërgoj ato që marrëm të dyqanit tek makina, mos i marrë në përduar. Edhe do ham diçka, do bëjmë edhe një xhiro tjetër sepse këtu pa un kafshë që kishim këtu tek ky rreth rrotullimi këtu, por do shkojmë dhe më tutje sepse është shumë bukur. Sapo u kthyem në shtëpi nga ishim në fermë, ishim edhe tek prindrit e Gerit edhe erdhëm në shtëpi. Edhe thashë t'rregoj se çfarë mora në fermë, sepse aty kishte prodhime të blektorale thuhet, bylmet. Po. Por do t'rregoj këtë që më dha mami Gerit me ushqim dhe shumë mirë sepse s'kam ngrënë as sot dhe s'kam gatuar dhe ora është 7. Kështu që më dha këtë, më dha edhe lëngje, ujë, gjitha, u siguruam darkër për sot. Por desha t'ju tregoj se çfarë morëm kos, edhe jam shumë kurioze se Geri ka gjujt kështu, domethënë, ta provoj pak, se duket shumë e mirë. Shikoni pak ajkën si e ka të sipër. E derdha. Besoj kuptoni. Ta provoj, është ashtu siç duhet, po pas ka kokë. Wow, që ka shumë. Që ka shumë i mirë. Ekstra, që ka super, sigur kosi shqiptar. Unë nuk jam fan se e kokës kosit, sepse më vel. Por mami, this is so good. C'est vraiment trop bon. Kosi më i mirë që kam provu deri sot, të them drejtën. Deri sot këtu në Belgjik, se në Shqipëri e dim që është shumë mirë, morëm vezë, dhe këto të pullave, morëm darva, morëm vetëm pak spinach për Ohemës, s'kishte ngellur shumë edhe atje, ja bëj sot një sup me oriz dhe me sup oriz, spinach, karota dhe mishpule, morëm molla, edhe fresh, edhe këto ja bëj sup Ohemës me patate, me lëngmishi dhe me finok. Del super, e bëj tek ajo blender i supës që e kam edhe Ohema e preferon shumë. Këto mora, më duhet t'i laj pastaj, por si të dim do ha buk, sepse barova. Tash s'kam brënë dhe s'është mirë të vetën kështu, sepse e dini që ushqej edhe Ohemën me gji dhe nuk është mirë të rrim pa ngrënë, por që sot miku koha shkum të prindët e Gerit, menduam u përgatitëm pak edhe për Krishtlindjet, si do organizohemi, dhe iku koha, Ohemën është dëgjumi atje, kështu do të prishim të zgjohet, por nejse. Kaq për sot.